Lajmi i fundit, Big Brother VIP në Holland e vlerëson Gjestin me këtë çmim më i fortë në botë. Çfarë po ndodh? Big Brother VIP në Holland, qendra e organizimit të të gjithë Big Brotherave në botë, padyshim një ndër patentat më të suksesshme botërore në mbi 30 vende të botës, duket se ka vlerësuar edhe Gjestin teksa është ndalur në edicionin e këtij viti të Big Brother VIP. Gjesti, i cili kujtojmë se pak ditë më parë theu rekordin për 149 ditësh i izoluar brenda Big Brother, një rekord botëror për sa i përket kësaj patente, duket se ka marrë edhe vlerësimin e dytë edhe nga patenta e njohur. Sipas faqes së Big Brother VIP në Holland, ata kanë vlerësuar Gjestin si lojtari më i fortë në botë, teksa bëjnë edhe një renditje botërore të të gjithë lojtarëve që kanë marrë pjesë në Big Brother gjatë gjithë sezoneve. Gjesti ka lënë mbrapa mbretin suedez Michael Stepp, i cili ishte i pari në këtë renditje për lojën e tij dhe vlerësimin që ka pasur në edicionin e tij, teksa i kanë marrë vendin e parë në botë. Dhe nuk do e besonia se ku renditet Luizelli sipas kësaj liste. Ai është i 432 në botë në më shumë se 3000 banor gjithsej. Duket se lojtari më i fortë në botë ka bërë krenar edhe shqiptarët, teksa edhe fansat e tij e kanë shpërndar kudo në rrjet, si dhe kanë komentuar në këtë post, duke thënë se ai e meriton më së miri, duke qenë kryefjala në 2 Big Brother që ka marrë pjesë, edhe në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Pritet të shihet se si do shkojë finalja e madhe për të, teksa tani më ai po ecën i sigurt drejt fitores.